Krahas shumë problemeve me ujin e pishëm, ndërmarrja publike komunale Shari në Tetov përballet edhe me mospagesën e rregullt të faturave të ujit, ndonse ka një përmirësim të pagesës së faturave nga ana e qytetarëve krahasuar me vitet e mëparshme. Megjithatë, ndërmarrja thekson nevojën që qytetarët të jenë më të rregullt në shlyerjen e obligimeve me qëllim që të shmangin procedurat e përmbarimit. Ju njoftojmë se pas 2 javësh përfundon afati i fundit për pagesën e faturave të ujit. Me shumë mirë kuptim ju bëjmë thirrje që t'i shlyeni obligimet tuaja ndaj ndërmarrjes në mënyrë që të shmangni pasoja të panevojshme financiare dhe procedura përmbarimore, të cilat ligjërisht jemi të detyruar t'i zbatojmë për rastet e papaguara, thuhet në apelin e ndërmarrjes publike komunale Sharri. Sipas informacioneve nga ndërmarrja Shari, niveli i pagesës së faturave të ujit është rreth 70% dhe ky nivel nuk është i mjaftueshëm edhe pse ka përmirësim të dukshëm të pagesës krahasuar me vitet e mëparshme. Më tej nga ndërmarrja publike komunale Shari thonë se përmes pagesës së rregullt të faturave të ujit do të rriten edhe investimet në rrjetin e ujësjellësit dhe përmirësimin e cilësisë së ujit. Çdo pagesë që bëni ndihmon që të mirëmbajmë rrjetin, të investojmë në përmirësimin e shërbimeve dhe të sigurojmë ujë të pastër e të qëndrueshëm për të gjithë. Së bashku kujdesemi për Tetovën tonë, për çdo pikë uji që është bekim për jetën, qëndron në apelin e ndërmarrjes Sharri. Ndryshe, muajt e fundit janë shtuar problemet me furnizimin me ujë të pishëm në qytetin e Tetovës. Defektet të njëpasnjëshme në rrjetin e ujësjellësit, në rrjetin Shpërndarës, kanë bërë që shpeshherë qytetarët e Tetovës të përballen me mungesë të ujit. Në ndërkohë, ende nga komuna e Tetovës nuk ka informacione zyrtare se a do të ketë investime më të mëdha në rrjetin Shpërndarës brenda në qytet i cili është tepër i vjetruar.